Mjeku çudit botën, një qep e kuqe çdo ditë shëron këto sëmundje në kohë rekord. Si ta përdorni? Është e pabesueshme se sa shumë përfitime ka një qep e kuqe. Arsyeja pse qepa ka kaq shumë aktivitet në formën e saj natyrale, më shumë se kur gatuhet, është se përmban një sër përbërësish të sulfurit organik, i cili ka përfitime shëndetësore. Ai shkatërrohet pjesërisht nga nxehtësia. Kur qepën e ham të gjallë, lëngu i saj mund të reagojë si irritues dhe për shumë njerëz mund të jetë vështirë të tretet. Ato që nuk mund të hanë të gjallë qepën mund të ndjekin disa metoda gatimi që e bëjnë atë të pëlqyer. Shumë mjek kanë shpjeguar se duke e përdorur këtë teknikë është interesante se ju mund të përfitoni shumë për shëndetin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas sugjerimeve të këtyre mjekëve, në fillim prisni qepën e kuqe dhe e shtypni në mënyrë që prej saj të dalë lëngu natyral. Me këtë lëng bëni masazh gjendrave tiroide duke përdorur lëvizje të buta rrethore. Mos e lani qafën, por aplikoni lëngun pak përpara gjumit, në mënyrë që të lejojë që ky lëng të veprojë gjatë natës në kohën që jeni duke fjetur. Më pas, lëvoret e qepës mund t'i vendosni në çorape gjatë natës. Qepa e kuqe njihet për vetitë e saj pastruese për lëkurën, për vetitë antibakteriale dhe pastrimin e gjakut. Gjëndra tiroide dhe funksioni i tyre do të përmirësohet, ashtu si dhe organizmi juaj në tërësi, citon Elftisaj. Qepa është ndër ushqimet më të përdorura në kuzhinën shqiptare, dhe përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë mbreslënse. Në këtë video do të rendisim përfitime shëndetësore që vijnë nga konsumi i qepës. Qepa ka pak kalori, por është e mbushur me vitamina dhe minerale. Ajo përmban vitaminën C, e cila forcon sistemin imun dhe ndihmon në përthithjen e ekurit. Ato janë burime të vitaminës B6 dhe folatit, të rëndësishme për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe funksionin e nervave. Përmirëson shëndetin e zemrës. Konsumi i qepës mund të ulë riskun e sëmundjeve kardiovaskulare. Ato kanë në veti të mira antioksiduese dhe antiinflamatore që ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe triglicerideve. Si dhe qepët mund të ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut duke lehtësuar punën e zemrës. Qepët rregullojnë nivelet e sheqerit në trup. Për ata që vuajnë nga diabeti ose janë të rrezikuar, qepët mund të jenë një aleat i vlefshëm. Qepët ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të pankreasit dhe të zorrëve, duke rregulluar nivelin e sheqerit dhe duke përmirësuar thithjen e glukozës. Do të keni kocka të forta. Qepët luajnë një rol të rëndësishëm për kockat, ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe rrisin dëndësinë e kockave, duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen e masës kockore. Qepët luftojnë bakteriet. Qepët kanë në veti të fuqishme antibakteriale, përbërësit e tyre si quercetin janë veçanërisht efektiv në neutralizimin e bakterieve të dëmshme që mund të shkaktojnë inflamacion dhe inflamacione, infeksione të organizmit. Përmirësojnë tretjen dhe shëndetin e zorrëve. Qepët janë një zgjidhje shumë e mirë ideale për të përmirësuar tretjen. Janë të pasura me fibra dhe probiotik, të cilët janë thelbësor për funksionin e shëndetshëm të zorrëve dhe rritjen e bakterieve të mira. Këto probiotik ndihmojnë në procesin e tretjes, reduktimin e inflamacionit dhe funksionet e duhura të sistemit imunitar. Ndaj konsumi i qepës në këtë mënyrë do të jap përfitime të mira për shëndetin në mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Padyshim, qepa e kuqe është një prej produkteve që ndikon në mbrojtjen e shëndetit. Duhet të bëni kujdes që gjatë përgatitjes të mos e zjeni ose ta piqni tepër, sepse përmban substanca shëruese, prandaj, pikërisht për këtë arsye duhet ta konsumoni të papërpunuar. Disa nga vetitë ofruese të qepës së kuqe janë këto. Parandalon rritjen e qelizave të radikaleve të lira. Qepa e kuqe është e pasur me substanca squfuri që e mbron organizmin nga radikalet e lira të lukthit, zorrës së trashë dhe të gjirit. Ndikon edhe kundër bakterieve të sistemit urinar. Qepa e kuqe është një aleat i organizmit në betejën kundër diabetit. Qepa e kuqe pa përpunuar shton prodhimin e insulinës. Nëse vuani nga diabeti, për këtë arsye është mirë që të përdorni qepën të papërpunuar. Lehtëson problemet e kapsllëkut.
Nëse ju mundon kapslëkut do ju ndihmojnë në fibrat që gjenden te qepa e kuqe. Qepa largon helmet dhe forcon qelizat e ushqimit nga zorrët. Lehtëson infeksionet e fytit. Nga qepa e kuqe mund të përgatisni lëngun, ai shumë shpejt largon nga zorra edhe problemet që shkaktojnë inflamacione. Është e rëndësishme që qepën ta konsumoni sa më të freskët jetë e mundur, kështu përfitimet që do të keni prej tyre do të jenë vërtet mbreslënse. Komponentët e sqyfurit që gjenden te qepa pengojnë koagulimin dhe formimin e copëzave të trombocideve. Këto komponentë sulfurik përveç se ulin nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve në gjak, gjithashtu përmirësojnë funksionin e membranave qelizore të rruazave të kuqe të gjakut. Qepët mund të parandalojnë disa sëmundje të zemrës, të cilat kohët e fundit janë shumë të shpeshta. Qepa është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin e kockave. Studimet kanë treguar se qepa e kuqe mund të ndihmojë në rritjen e dëndësisë kockore dhe mund të jetë e dobishme për gratë gjatë menopauzës, pasi ato humbasin densitetin e kockave. Gratë që kanë kaluar në përmenopauzë me konsumin e përditshëm të qepës do të zvogëlojnë riskun e frakturave të ndryshme. Pra për këtë arsye përdoreni më shumë qepën e kuqe pasi përbërësit e saj ndikojnë pozitivisht në indet lidhse për shkak të shumë komponentëve të indeve lidhse që nevojitet squfur për të formuar. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë antiinflamatore. Qepa e kuqe është e mirë në luftën kundër inflamacionit. Antioksidantët të cilët gjenden te qepa e kuqe luftojnë inflamacionin dhe parandalojnë oksidimin e acideve yndyrore në trupin tuaj. Kur keni një nivel më të ulët të acideve yndyrore të oksiduara, trupi prodhon më pak molekula që janë përgjegjëse për inflamacionin. Është dëshmuar se qepa e kuqe zvogëlon rrezikun e disa llojeve të komplikacioneve, sidomos të zorrës së trashë dhe vezoreve. Qepët e kuqe janë të mira edhe për mbrojtjen e organizmit. Qepa ka potencialin për të përmirësuar bilancin e sheqerit dhe për të parandaluar infeksionet bakteriale, citon L-thylain. Përveç sqyfurit dhe përbërësve flavonoid quercetin që gjenden te qepa e kuqe, ajo ka veti antibakteriale. Qepa e cila qëndron gjatë e coptëzuar ose ekspozohet në temperaturë të lartë për më shumë se 10 minuta, humbet efektet e saj medicinale. Andaj duhet që këtë gjë ta keni parasysh dhe të mos e lini për një kohë të gjatë në temperaturë të lartë. Gjithashtu qepa e kuqe mund t'jap dobi të mira për shëndetin tuaj. Qepa është një thesar i vërtet i lëndëve ushqyese me kalori minimale. Edhe pse ato përmbajnë vetëm 44 kalori për qep mesatare, ato janë të mbushura me vitamina dhe minerale që mbështesin shëndetin tuaj. Veçanërisht e pasur me vitaminën C, qepa ndihmon në forcimin e sistemit imun, në thithjen e hekurit, ndërsa vitamina B6 dhe folati është thelbësor për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe funksione nervore. Dhe gjitha kjo me pak kalori. Nëse doni të keni një zemër më të shëndetshme, shtoni qepën e kuqe në dietën tuaj. Ngrënia e qepëve mund të ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Arsyeja vetit e tyre të forta antioksiduese dhe antiinflamatore. Ato ulin nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve duke mbrojtur zemrën tuaj. Plus ato ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut, që do të thotë se zemra juaj punon më mirë edhe më pak stres. Qepët e kuqe ndihmojnë gjithashtu edhe në kontrollin e luhatjeve të sheqerit. Nëse keni diabet ose paradiabet, qepa mund të jetë aleati juaj për të rregulluar nivelet e sheqerit. Disa përbërës të qepës, si quercetin, ndihmojnë në pankreasin dhe zorrët të funksionojnë më mirë, duke kontrolluar nivelet e sheqerit dhe duke mbështetur përthithjen e glukozës. Nëse merrni medikamente për diabetin dhe doni të përdorni qepën në këto raste, konsultohuni gjithmonë me mjekun. Edhe pse zakonisht mendojmë që produktet e qumshtit janë më të mira për shëndetin e kockave, qepët janë po ashtu efektive. Ato ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe në forcimin e dëndësisë së kockave, duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen kockore. Qepët dihet se kanë veti të mirë antibakteriale, komponent që përmbajnë si quercetin dhe element të tjerë efektiv për neutralizimin e bakterieve të dëmshme që shkaktojnë kështu inflamacione në trupin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.